Elbasanit, profesor doktor Skënder Topi. Nderuar personel akademik Universitetit të Elbasanit. Të nderuar të ftuar e liqë të universitetit. Shumë të dashur prindër e familjar të studentëve. Mirë se erdhët në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Universitetit të Elbasanit. Është një nder dhe privilegj për mua të jem sërish përpara jush, së bashku me Klean, për të festuar një moment kaq sublim, për ne e për të gjithë ju. Këto vite kanë qenë të vështira, plot sfida e të papritura, por sot është një ditë e lumtur dhe ju festoni një sukses të merituar. Ju sot finalizoni një rrugtim dhe pas pak do të hapni një derë të re në jetën dhe karrierën tuaj profesionale. Suksese të gjithëve! Ceremoninë e deklarojmë të hapur dhe ju ftojmë të shohim së bashku filmin Unë zgjedh të arsimohem në vendin tim. O malet e Shqipnis, e ju o lisat e gjatë, fushat e gjana me lule, që ju kam nërmen, dit e natë. Prit një moment. Nuk mjafton vetëm të duash vendin tënd. Duhet të arsimohesh në vendin tënd. Duhet të punosh në vendin tënd. Duhet të ëndërrosh në vendin tënd. Duhet të japësh drejtësi në vendin tënd. Duhet të kontribosh në shëndetin e bashkëqytetarëve të tu. Duhet të zhvillosh teknologjinë dhe shkencën në vendin tënd. Duhet të japësh jetës ngjyra përmes artit. Duhet të mësosh vullnetarizmin dhe të marrësh pjesë në vendimarrje. Të investosh për arsimin tënd është investimi më i mirë që ti bën për veten tënde. Në një shoqëri dinamike, e cila ndryshon çdo ditë, të bësh një zgjedhje të mirë nuk është çështje mundësish. Të zgjedhësh mirë, do të thotë të dish çfarëdo. Kjo zgjedhje, prej dekadash,
u besohet një prej universiteteve më të vjetra dhe me traditë në Shqipëri. Unë zgjedh të arsimohem në vendin e traditës dhe kulturës arsimdashëse. Unë zgjedh të jem pjesë e ndërkombëtarizimit dhe zhvillimit. Unë zgjedh të jem profesionist dhe i përullur ndaj dijes. Unë zgjedh të eci për krah kolozëve të arsimit dhe shkencës. Ne zgjodhëm sot, nesër e përgjithmonë. Universitetin e Elbasanit. Ky është vetëm fillimi i një rrugëtimi drejt suksesit. Të nderuar studentë, sot është dita juaj, është festa juaj, është suksesi juaj. Vitet universitare janë vitet më të bukura, plot kujtime dhe çaste të paharrueshme. Universiteti i Elbasanit është vendi ku na janë realizuar ëndrat dhe aspiratat tona për të ardhmen. Le t'ia atribuojmë këtë sukses tonin drejtuesit të institucionit ton, personit vizionar dhe largpamës i cili bëri të mundur që emri i Universitetit të Elbasanit të përmendet kudo në botë. Fjala për ju, zoti rektor. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Si çdo herë plot. Nga hera e fundit në këtë pallat sporti më i bukur sot, një faleminderit të Kretarit Bashkisë për gjithë të mundësi që ka krijuar, se nga hera tjetër ishte një pamje tjetër jo të mirë, por sot është shumë e bukur. Kështu që të nderuar studentë, shumë të dashur familjar e të afërt studentëve. E nderuar zonjë ministre, faleminderit që jeni këtu. I nderuar kryetari i konferencës rektore, profesor Hoxha, i nderuar kryetari i bashkisë, zoti Llakja, të nderuar rektor, të ftuar, nderuar profesor të ardhur nga Universitetet Italiane, profesor Damaku, profesor Giuliani, profesor Calvisi, profesor Cifone, profesor Gjallone, e shumë kolegë të tjerë. Faleminderit gjithëve që jeni sot këtu. Ju uroj mirëseardhjen në ceremoninë e kumimit të Universitetit të Elbasanit. Kjo ceremoni është një rast i veçantë për institucionin tonë që kulmon me kurorëzimin e një cikli të gjatë sfidash, përkushtimi dhe përpjekjesh. Një kufi simbolik që shënon fundin e një rrugtimi dhe fillimin e një rrugtimi të ri. Ju studentë të diplomuar, nuk jeni thjesht gjenerata e të diplomuar, por jeni edhe gjenerata e një pandemie që do ndryshonte normalitetin tonë, gjenerata e sakrificës, që u testua dhe sprovua nga sfidat vazhdueshme. Këmbgulja, durimi dhe aftësia juaj për të përshtatur dhe mbështetur njëri tjetrin, ndonse në distancë, për i të mundur ka përcimin e këtyre sfidave. Faleminderit gjithë juve. Në të rrugtim të vështirë për ju, jemi përpjekur si institucion për të përshtatur me modelet më të reja të mësimdhënies dhe për të lehtësuar kalimin nga mësimdhënia fizike në atë virtuale, duke u përgjigjur me profesionalizëm dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Rrugtimi ynë ka qenë i gjatë dhe për gjatë këtyre viteve. Kemi arritur të mësojmë se disa nga mësimet më të mëdha nuk gjenden vetëm në libra, por në përvojat e përbashkëta, dhe ju ja keni arritur. Ndërsa ecim përpara, përkushtimi dhe qëndrueshmëria e gjeneratave është një kujtesë, se pengesat që mund ndeshim në rrugtimin tonë janë të kapërcyeshme, vetëm se përpiqemi të kultivojmë unitetin dhe bashkëpunimin në angazhimin tonë. Ndërpërtëria e jonë si institucion nuk është e fokusuar vetëm në ofrimin e njohurive, por edhe në krijimin e një mjedisi të sigurt, të larmishëm dhe gjithëpërfshirës për studentët tanë.
si dhe fuqizojmë ato me aftësitë dhe vlerat e nevojshme për të bërë profesionistë të saktë. Kjo është bërë e mundur duke ofruar një infrastrukturë të kompletuar, kurrikula bashkëkohore, kualifikimin e vazhdueshëm të personelit akademik, pasurimin e laboratorëve me teknologji të reja në të gjitha fakultetet dhe formimin praktik dhe ato didaktik. Palënxitjes dhe mbështetjes së vazhdueshme është realizuar pjesëmarrja në shkëmbime me bashkëfushatarët e studentëve në universitetet partnere, pjesëmarrje në trajnime, kualifikime, konferenca shkencore, veprimtari, vullnetarizmi dhe nisma sociale. Për të kontribuar në aftësimin praktik dhe për t'i afruar ato me shumë me trembën e punës, kemi ngritur edhe bordin për të parë të shitmorë të biznesit, i cili organizon vazhdimisht trajnime dhe workshope me studentët tanë. Gjithashtu, se jemi njërë krenar në punimet cilësore të realizuar për studentëve në kredimin e edicionit special. Përfitoj nga rastin për falenderuar dhe personelin akademik, udhëheqje të cilit u ka hapur fytyrë të reja studentëve tanë në rrugën e zhvillimit të kërkimit shkencor. Arritjet dhe sukseset e Universitetit të Elbasanit janë të panumërta dhe realizimi i tyre nuk ishte i mundur pa angazhimin dhe përkushtimin e palodhur të gjithë personelit akademik, stafit administrativ, si dhe institucioneve partnere nga vendi e bota që kanë kontribuar vazhdimisht për gjatë këtyre viteve. Një falënderim të veçantë dëshiroj t'ia kushtoj të gjithë prindërve që na besuan arsimimin e fëmijëve të tyre. Ndërkohë që sot ju mburrin të entuziazmuar për arritjet e tyre, ne mburrimi me krenari që ishin kontribues dhe dëshmitar në suksesin e tyre. Në këtë ceremoni ka aq të rëndësishme, përfitoj për të kujtuar jubile, po aq të rëndësishëm për institucionin tonë që kulmuan në 2021 me si 50 vjetori i themelimit të Institutit Lartë Pedagogjik, që u mbështet në traditën e përgatitjes së mësuesve në shkollën normale të Elbasanit. Gjithashtu, 30 vjetori i kthimit të Elbasanit në një qytet universitar. Gjithashtu, si dhe 25 vjetori i votimit të numrit të parë të revistës periodike Buletini Shkencor, ku me mira akademik dhe intelektual kanë publikuar volumtimet e tyre të mësuese në fusha të ndryshme. Këto janë data që shërojnë historinë e universitetit, botën akademike dhe memorien kolektive. Në fillim të hapjes së ceremonisë së diplomimit, ndoqët filmin e përgatitur nga stafi me titull "Unë sjell të arsimohem në vendin tim". Ky është mesazhi që duam të transmetojmë për të gjithë ju. Le të punojmë së bashku për vendin tonë. Sot kjo sallë mirëpriti studentë, por në fund të kësaj ceremonie do të përcjell mësues, personel mjekësor, ekonomist, shkencëtar, shkrimtar, gazetar, psikolog, profesionistë të së ardhmes, kontributi i cilëve do të shihet në vitet e tij. Në përfundim të fjalës time, bashkë me urimin për sa më shumë suksese të tilla, dëshiroj të citoj një shprehje të ish-presidentit amerikan John Kennedy. Mos pyesni se çfarë mund të bëjë vendi juaj për ju, por pyesni se çfarë mund të bëni ju për vendin tuaj. Dhe kjo është detyra jonë. Faleminderit. Faleminderit zot rektor në emrin tim si studente, si dhe në emër të gjithë studentëve që pranishëm sot në këtë ceremoni madhështore. Dera juaj është gjithnjë e hapur për çdo kërkesë apo problematik tonën që e keni mbështetur e zgjidhur, duke na inkurajuar e besuar gjithmonë te ju dhe te institucioni jonë. Ndërkohë, tani kam nderin dhe kënaqësinë t'i jap fjalën përshëndetëse ministres më të mirë të arsimit dhe sportit, një qytetare e shembullore dhe një bashkëpunëtore të jashtëzakonshme të universitetit tonë, zonja Sevis Kushi. Përshëndetje të gjithëve. Nderuar rektor i Universitetit Elbasanit, nderuar kryetari i konferencës rektorëve,
kryetari i bashkisë, profesor, shumë të dashur student, të dashur të ftuar, prindër, familjarë. Për mua nuk është hera e parë që marr pjesë në një ceremoni diplomimi. Jo vetëm gjatë përvojës time si pedagoge, por veçanërisht këto 2 vitet e fundit në detyrën e ministres arsimit, ka marrë pjesë në shumë ceremoni. Por, më besoni, çdo herë është një emocion i ri, është energji pozitive, janë momente shumë të bukura. Elbasan jam ashtu ndryshe. Ceremonia e diplomimit në Elbasan është shumë më tepër se sa një emocion i ri. Dhe jo për faktin se Elbasani është qyteti ynë dhe universiteti është universiteti ynë. Për faktin se Elbasani është qyteti i Normalës. Elbasani është qyteti i Konstantin Kristoforidit, i Daskal Todrit. Dhe kjo është krenari për të gjithë ne. Kjo është krenari për pedagogët e këtij universiteti, është krenari për studentët, për çdo qytetar të Elbasanit. E ndërkohë është përgjegjësi shumë e madhe për të gjithë ne, që ato arritje ne t'i çojmë përpara, t'i ruajmë e t'i forcojmë. Që emrin, që Normalja dhe të gjithë këta rilinda si dhanë Elbasanit, ne ta ruajmë dhe ta forcojmë çdo ditë e më shumë. E ndoqja me vëmendje video, pak më parë, unë zgjedh të arsimohem në vendin tim. Në fakt, Elbasanit do t'i shkonte edhe unë zgjedh të arsimohem në qytetin tim. Sepse Universiteti i Elbasanit e meriton plotësisht për të gjitha arritjet, për progresin që ka shënuar vitet e fundit në të gjitha drejtimet. Qoftë përsa i takon rritjes së cilësisë, punës kërkimore shkencore, investimet në infrastrukturë dhe të gjitha aspektet e jetës universitare. Dhe të gjitha këto padyshim meritojnë kalenderime, meritojnë përgëzime për rektorin në radhë të parë, mikun tim Skënder Topi, por po ashtu për të gjithë stafin pedagogjik, e po ashtu për të gjithë studentët. Edhe ju jeni kontribuar në lartësimin e emrit të këtij universiteti. Por teksa dëgjoja ju duhet të studioni në Shqipëri, ju duhet të jepni kontribut në Shqipëri. Në fakt, po mendoja dhe pjesën tjetër. Po ne çfarë duhet bëjmë që ju të jetoni në Shqipëri, që ju të studioni në Shqipëri? E pra, ne kemi shumë përgjegjësi që ju të studioni këtu, por diplomat tuaja të kenë të njëjtën vlerë si diplomat e universiteteve më prestigjioze europiane. Që ju të keni kushte të krahasueshme në ato universitetet të tjera europiane. Dhe ne bashkë me universitetet po punojmë shumë në këtë drejtim. Pikërisht që diplomat tuaja të kenë të njëjtën vlerë, ne po ndërkombëtarizojmë universitetet shqiptare. Dhe këtu e falenderoj dhe Universitetin e Elbasanit, dhe Universitetin e Tiranës, dhe të gjitha universitetet publike dhe jo publike që janë aktive në këtë proces. Me programe studimit të përbashkëta, me programe studimit të dyfishta, me shkëmbime me pedagogëve, me studentëve, vërtet është bërë një hap cilësor, një hap i rëndësishëm në afrimin e universiteteve shqiptare me universitetet më të mira evropiane dhe botërore. Por ndërkohë, ne këtë vit nisëm edhe një politikë të re të mbështetjes studentore. Që do të thotë, të gjitha ata studentë që janë të shkëlqyer, që fitojnë olimpiada, por dhe që zgjedhin programet prioritare për zhvillimin e vendit, përfitojnë përjashtim nga tarifa dhe bursa sa paka minimale. Dhe në këto programe janë të përfshira padyshim dhe programet e mësuesisë, ashtu si kurset dhe programet e bujqësisë, disa programet e inxhinierisë, të shërbimeve të turizmit. E pra, veçanërisht për programet e mësuesisë, që Universiteti i Elbasanit e ka një traditë shumë vjeçare, ne do të punojmë bashkërisht për t'i forcuar këto programe dhe t'i bëjmë ato akoma më të kërkuara
nga të rinj, nga maturantët. Sepse jo vetëm profesioni mësuesit po vlerësohet ditadikës, jo vetëm me paga, po dhe në dignitet, në kushtet e punës. Por Universiteti i Elbasanit formon mësuesit më të mirë. Mos xhelozohet Tirana, Universiteti i Elbasanit ka traditë dhe ne do të bëjmë më të mirën që këtë traditë ta forcojmë dhe ta çojmë përpara. Çdo ditë kemi mundësi të reja për zhvillim, çdo ditë kemi mundësi të reja për rritjen e cilësisë. Për shembull pas samitit të 6 dhjetorit, ku të gjithë liderët më të rëndësishëm evropian zgjodhen të takohen për herë të parë në Shqipëri, në një vend jashtë Bashkimit Evropian, Shqipëria ka një mundësi të re, sepse ata u angazhuan të mbështesin universitetet shqiptare që të jenë pjesë e aleancave evropiane të universiteteve, që do të thotë më shumë diplomat përbashkëta, më shumë shkëmbime, më shumë cilësi në fundit, sepse kjo është ajo që na intereson më shumë. Po kështu, ne së fundmi kemi dhe mundësi për të bërë antar me të drejta të plota në programin Erasmus+. Deri më sot kemi qenë antar i asociuar, nga sot ne kemi filluar punën për të qenë antar me të drejta të plota njësoj si vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Unë e di që dhe Universiteti i Elbasanit është pjesëmarrës në shumë projekte Erasmus, shumë pedagog, shumë kërkues, shumë student janë pjesë e shkëmbimeve, por mundësitë që do të kemi pas antarësimit me të drejta të plota janë shumë herë më të mëdha. Përfitimet e Universitetit të Elbasanit, ashtu si kurset e universiteteve të tjera janë shumë herë më të mëdha. Po punojnë për profilizimin e universiteteve, për rankimin e universiteteve, por le të kemi dhe studentët, sepse sot jemi këtu për ju. Sot është dita juaj, sot është festa juaj, sot kurorzohen përpjekjet tuaja jo vetëm gjatë periudhës si student në universitet, por gjatë gjithë jetës juaj. Dhe unë përsërit gjithmonë, puna juaj për të studiuar, për të formuar nuk përfundon këtu. Ju thjesht mbyllët një fazë, do të filloni një fazë të re, ashtu sikurse dhe detyrimi ynë ndaj jush nuk përfundon këtu. Sepse suksesi ynë i përbashkët matet me sa ju do të integroni në tregun e punës dhe sa të suksesshëm do të jeni ju në tregun e punës. Bota që jetojmë sot nuk është si më parë, sot jetojmë në një botë shumë dinamike, sot kemi pandemi, kemi luftra, kemi tërmete, po kemi dhe ndryshime të brendshme, ekonomike, sociale, tregu i punës është shumë dinamik dhe kjo kërkon shumë profesionalizëm. Prandaj, rritja e cilësisë është shumë e rëndësishme, që ju si profesionist nesër në tregun e punës të jeni sa më të aftë. E ndërkohë, përveç vlerave dhe aftësive profesionale, duhet kemi dhe vlerat njerëzore, sepse ne formojmë profesionistë, por formojmë dhe qytetarë të denjë. Prandaj, sot më shumë se kur, kërkohen edhe vlerat, siç është toleranca, siç është respekti për njëri tjetrin, siç është sakrifica, siç është solidariteti, vetëm kështu do t'i bëjmë ballë të gjithë sfidave që kemi çdo ditë. Dhe për ta mbyllur, një nga vlerat më të rëndësishme, jo vetëm në ditë si kjo, por në çdo ditë të vitit, është mirënjohja. Mirënjohja dhe respekti në rast parë për pedagogët tuaj që i shoh këtu mes jush. Shumë faleminderit, shumë mirënjohje për gjithë kontributin tuaj në diplomimin e studentëve. Shumë faleminderit familjeve tuaja, prindërve tuaj, vëllezërve e motrave, për njofimin e parë sigurisht e keni me ta, pasi të merrni diplomën në duar dhe pasi t'jepni kapelen, po falënderimi më i madh për ju të dashur studentë. E keni arritur të sukses sot, fal punës suaj, fal sakrificës suaj. Shumë suksese dhe urime. Faleminderit. I falenderojmë zonja ministre
për solidaritetin dhe bashkëpunimin tuaj. Ju falenderoj për fjalët e sinqerta dhe për mesazhet kuptimplota për të gjithë ne. Ne jemi dëshmitar të punës së palogër dhe për kushtimin tuaj. Më lejoni të thoj për fjalën përshëndetse një mik të universitetit tonë, kryetarin e Bashkisë Elbasan, zotin Gjedian Latja. Nderuar zoti rektor i Universitetit të Elbasanit, Kofi, të nderuar rektor, miq që na keni nderuar sot në universitetet dhe të tjera miqet e Elbasanit, mirë se erdhët në Elbasan, keni qenë miq të mirë dhe Skënder Kofi e ka pasur gjatë gjithë kohës një miqësi të fortë ndërmjet universitetet dhe tashmë shkëlqyer gjithmonë më shumë në shërbim dhe në të mirë të studentëve dhe pedagogëve dhe janë bindur që do të vazhdojmë. Nderuar Ministri i Shëndetshëm Arsimit, Zoja Pushi, të nderuar pedagogë, të nderuar prindër, të nderuar studentë, ju sot ja dolët të mbaroni me sukses ciklin universitar të Universitetit e Elbasanit, të universitetit më të mirë që ne gjithmonë duam ta themi dhe kemi, që ka ardhur nga normalia e Elbasanit, nga vlerat, nga traditat qytetare tona të Elbasanit. Diplomimi është një ditë e madhe për gjithë ju, për familjet tuaja, është kurorëzimi një pune 3 vjeçare të bërë nga ju në këto kushte që kemi pasur pavarësisht pandemisë dhe pavarësisht gjithë problematikave të tjera që ka sjellë ajo nga mbrapa. Dhe me gjithë të vështirësi, me këto teknologji të reja që u fitën, me këtë mënyrë të re të studimit, ja dolët në sukses të jeni të diplomuarit të Universitetit të Elbasanit. Unë fakt kam një falënderim të veçantë për gjithë ato pedagogë, të cilët nuk ju kam mësuar vetëm dijet universitare, nuk ju kam mësuar vetëm lëndën tuaja të kurrikulit, por ju kam dhënë dhe një qytetari të mirë tonën të Elbasanit dhe të Shqipërisë. Kjo është një vlerë e shtuar e universitetit tonë, të cilën nuk duhet të harrojmë, dhe ashtu siç e tha edhe ministrja, siç e kishin bërë edhe ju vetë serte, Elbasani është qytet që ne duhet ta forcojmë në universitetin, duhet të forcojmë lidhjet, bashkëpunimin, ashtu siç e kemi vënë në rrugë të mbarë të dyja bashkë. Ne nuk e konceptojmë dot një qytet pa universitet, apo sot universitetin larg qytetit. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë përmes të dyja palëve, një falënderim të veçantë për të gjithë atë staf mbështetës, i cili na ka furnizuar dhe ka ndihmuar edhe ne, në studentët më të mirë tuaj, për na ndihmuar në administratë, për të shërbyer për qytetin, për punët e mira që ne po bëjmë. Dhe jam i bindur që në projektet tona, të cilat po vazhdojnë, po ta kthejmë Elbasanin në një qendër të madhe ekonomike, të zhvilluar në perspektivë, por këto nuk bëhet vetëm. Nuk bëhet vetëm nga bashkia, nuk bëhet vetëm nga qyteti, nëse ne nuk kemi të gjithë bashkë me universitetin, bashkë me stafet akademike, bashkë me nxënësit, bashkë me studentët, bashkë me familjet e prindërve. Sot është dita juaj, suksese të gjithëve, urime, ju vaf të mbarë për timin që sa keni nisur. Suksese! Ju faleminderit zoti kryetar për punën tuaj dhe për mbështetjen e pakushtëzuar që i keni dhënë dhe vazhdoni t'i jepni Universitetit të Elbasanit. Elbasani sot nuk është thjesht një qytet me universitet, por një qytet universitar. Të jesh një qytet universitar, ndër të tjera, nuk kupton të ketë në Elbasan personalitete të arsimit dhe shkencës, siç janë dhe miq ndërkombëtar që janë bashkuar kësaj ceremonie diplomimi. Ftoj për të mbajtur fjalën e tij përshëndetse, një emblem historike të bashkëpunimit dhe suksesit në Universitetin e Elbasanit, të nderuarin profesor Gaetano Damaco. Nderuar rektor, autoritet, kolegë, student, familja,
Kam dërim dhe flasë në këtë momentin të rëndësishëm për Universitetin e Elbasanit, për studentët, familjet e tjerë dhe të qytetinit. Studentët për cilët përfundon koha e universitetit dhe fillon koha për të vepruar punën, e cila kërkon angazhim dhe mundim për shkak të situates së vështirë. Nuk duhet të kurajojeni, sepse keni në bashkurit e madhe dhe kjo është njohuria profesionale. Ju keni studiuar në një universiteti të shkëlqyer, i cili është përbaluar me shumë sfida nga vit. Universiteti e Elbasanit Aleksandr Duvani është një ekselencë, falpunës së madhe që kanë bërë pedagogët dhe autoritetet akademike, si direktori aktual profesor Skender Topi, i cili mundësoj lidhjet me institucione shkretore europiane dhe jo europiane. Ai e ngriti nivelin e universitetit tuaj. Kjo universitet ka realizuar projekte të shumta, të cilat kanë ndërsuar studentët dhe pedagogët dhe fitojnë në përvojë një universitetet e tjerë në Europë dhe me gjirë. Njohuritë dhe dialogu me kulturat e tjera janë me pushtet nevojshme për të kenë qytetarë të përgjegjshëm, të aftë për të ndërtuar një shoqëri të drejtë dhe të zhvilluar. Universiteti tuaj respektohet dhe vlerësohet jashtë vendit në Europë dhe me gjirë. Kete e kam parë personalisht. Universiteti tuaj ju ka ndëshuar të beheni qytetarë të botës dhe mbi të gjitha qytetarë europianë. Kjo është një tragjedimi e rëndësishme për Elbasanit dhe për Shqipërinë. Në angazhimi tuaj ju duhet të jeni dëshmitar ke zhvillimi, paqja dhe përparimi janë gjërat mundueshme. Urimet më të tjere për të argumentit tuaj. Ju falenderoj. Ju falenderoj profesor për çdo fjalë tuaja. Ne kemi nderin që sot në ceremoni të kemi të pranishme profesoresh Maria Gracia Çepone, një personalitet i padiskutueshëm në nivel global, me një kontribut të shquar në fushën e shkenca mjekësore. Fjala për ju, profesoresh. Grazie, non parlerò in albanese. Devo dire che il professor Dalmacco mi ha tolto da un imbarazzo perché mi ha detto speriamo di non dire le stesse cose. Io gli ho risposto, professore, io parlerò dopo di lei, quindi cercherò di non dire le stesse cose, non avendo capito nulla, è molto difficile che io possa rispettare. Magnifico, io sono veramente ammirata da questa cerimonia organizzata in un modo splendido, veramente al di sopra delle mie aspettative. Non so se tutti capiranno quello che sto dicendo, ma purtroppo riesco a parlare solo in italiano. Veramente sono ammirata, è una cosa straordinaria, un modello di premiazione di ragazzi, di laureati che porteremo nella nostra sede aquilana. Ne parlavo con l'emerito, il professor Dalmacco, al quale mi lega un sentimento di grandissima stima e rispetto, quindi parlare dopo di lui, certo in albanese non me l'aspettavo, e quindi questo mi crea un imbarazzo, ma insomma parlare dopo l'emerito è sempre molto difficile. Però devo dire che mi confrontavo con lui su questo modello di premiazione, in Italia non esiste, quindi abbiamo imparato un'altra cosa dall'Università di Elbasan. Quindi sicuramente è un'esperienza straordinaria. Devo dire, questa premiazione di laureati di tanti
corsi di laurea di tante facoltà diverse, una cosa che in Italia non abbiamo mai visto e quindi trasferiremo questo modello. Le nostre università sono ormai in collaborazione da tanti anni, impariamo tante cose le une dalle altre, quindi questo è qualcosa che speriamo possa continuare a rimanere nei prossimi anni. Ringraziamo ancora per l'invito, per l'ospitalità. Oggi ho imparato anche un'altra cosa che avevo percepito, però anche attraverso il video che ci avete fatto vedere, dietro al quale immagino ci sia, come in tutte le cose di questa università, questa regia straordinaria di quest'uomo straordinario, che sicuramente ha una squadra importante, attiva, ma c'è sempre il motore del sottoppi. Beh, insomma, al di là dell'essere un grande chirurgo, un grande professore, un grande ricercatore, un grande, magnifico lettore, però credo che ci sia un grande albanese, perché il messaggio che ci sta dando ai nostri giovani, ai nostri laureati, sì, formatevi anche nel resto del mondo, acquisite, recepite, fate esperienze, fate conoscenza, competenza, riportatela però qui, che è la cosa più bella, il messaggio più bello, e la sua stessa vita, la sua stessa esperienza è una prova, un'evidenza proprio concreta di questo modello che lui sta cercando di riportare anche attraverso i particolari di questo video, che è molto bello, quindi insomma un messaggio che io trovo straordinariamente albanese, con più grande, diciamo, afferenza e attaccamento a questo paese, quindi complimenti anche per questo, grazie. Ju falenderoj profesorisht që jeni për krahun e Universitetit të Elbasanit. Grazie. Duam t'i dedikoj një moment të veçantë studentëve, të cilët me rezultatet e tyre të shkëlqyera janë ambasadorët tanë më të mirë drejt të ardhmes. Ftoj dekanen e Fakultetit të Shkencave të Edukimit, profesore asociuar doktor Elizabeta Osmanaj, së bashku me drejtuesit e departamenteve të fakultetit, për të shpërndarë certifikatat e studentëve me rezultate të shkëlqyera në këtë fakultet. Përshëndetje të gjithëve. Në lejoni që ne për Fakultetit Shkencave të Edukimit, duroj suksese në rrugtimin tuaj profesional, të gjithë ju ekonomistëve, infermierëve, mamive, logopedëve, fizioterapistëve, të gjithë studentëve diplomuar në Fakultetin e Shkencave Humane e Shkencave të Natyrës. Po sigurisht që juri zemre e kam për gjithë studentët tanë, studentët e diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Edukimit. Për gjithë punëtorët social, psikologët, mësuesit e arsimit parashkollor e fillor, për gjithë edukatorët, mësuesit e matematikës, fizikës, edukimit fizik e sporteve, gjuhës, letërsisë e gjuhëve tuaja. Nisini rrugtimin e jetës me përgjegjësinë se tashmë e ardhmja e brezave dhe e vendit është në dorën tuaj. Bëjni Shqipërinë një vend më të mirë se që bëm ne për ju. Mos keni frikë kur të rrëzoheni, se kur çoni do jeni dhe më të fortë. E thoni me zërin fort që jeni diplomuar në Universitetin Aleksandër Xhivani, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, fakultet i ndërtuar në gjurmët e normales, shkollës më të suksesshme që ka pasur ndonjëherë ky vend. E duke të gjitha këto në rrugtimin tuaj, që do t'jetë një gjatë nga ky që keni bërë deri tani, ndaloni pa qaste, gjeni thonë gjithmonë e bëjnë shpesh, e përqafoni prindrit, e thoni faleminderit.
Për gjitha që kanë bërë. Ne jemi krenarë për ju, e sot është vërtet dita juaj. Unë do doja shumë që gjithë studentët e diplomuar në fakultetin tonë të ishin sot me ne, po në pamundësi kemi zgjedhur të tregojmë që nuk jemi krenarë vetëm për historinë e fakultetit, as për numrin e diplomave, as për numrin e studentëve, por dhe për cilësinë tuaj. Kështu që studentët me rezultate të shkëlqyera të këtij fakulteti që nuk janë pak, janë shumë, unë i ftoj tani të gjithë me radhë të marrin certifikatën e tyre mëse të merituar. Faleminderit gjithë. Student me rezultate të shkëlqyera të master profesional në mësuesi në arsimin e mesëm e tullët për matematik fizik në profil minor në informatik, Elda Mërkur Sinani, Levis Halim Haka, Kozeta Pollum Debgjoni, Suada Ayed Zeneli, Angela Grigor Kuqa. Student të diplomuar në masterin profesional në drejtim dhe administrim arsimi, Ina Ardian Muqa, Marcela Ardian Hushi, Sara Hussein Hysta, Giuliana Samit Qekani. Student të diplomuar në master profesional në mësuesi në arsimin e mesëm të ullët për lëndët matematik informatik me profil minor në fizik, Olsiana Qerqiz Musaj, Gjezina Shkëlqim Koni. Student të diplomuar në master profesional në mësuesi në arsim të mesëm të ullët për gjuhë të huaj gjermanisht me profil minor në gjuhë shqipe, Jessica Agim Muqa. Të diplomuar në master gjuhë të huaj anglisht, Anila Agim Tsura, Elisa Luzim Dushko, Manjola Shevqet Bica, Marsida Elmaz Kalia, Sonila Selim Metoshi, Gjeni Hussein Meta, Gjensina Pasli Kurani. Student të diplomuar në master profesional në mësuesi në arsim të mesëm të ullët për gjuhë shqipe dhe letërsi, Mariglena Meqja, Shkëndije Tuhaj. Student të diplomuar në master profesional në mësuesi në arsim të mesëm të ullët për biologji kimi me profil minor në edukim shëndetësor, Agna Josipi, Denalta Bulko, Donika Preqi, Silvana Hajdari. Master profesional psikolog në institucione, Elona Bardo, Insuida Azgjeta. Master i shkencave mësuesi për arsim fillor, Albina Kasa, Denada Dauti, Cassandra Lazer, Lea Hoxha, Krista Dumani, Jonida Aderaj. Master i shkencave në psikologji edukimi, Aida Grami, Exona Latiflari, Katerina Kuka, Giovanna Korda. Master i shkencave në shërbime sociale, Blerina Teta, Fiorilda Kreko. Bachelor në punonjë social, Angela Qosja, Ajana Qiko. Master profesional në shërbim prove, Ramazane Hoxha. Master profesional në arsim të mesëm dhe të ullët për edukat qytetare, histori me profil minor në gjeografi, Aksana Musta. Desdemon Muloli. Master profesional në mësuesi për edukim fizik e sporte me profil minor në edukim shëndetësor, Marvin Shëngergji. Bachelor në mësuesi për arsim parashkollor, Denisa Samuri. Dhe Elsa Bufi. Bachelor në psikologji, Mirela Gjoni, Marimelda Binjaku,
dhe Eriona Faci. Ju prisë Vara, suksese kolegë! Ju faleminderit dhe urojmë suksese të gjithëve. Ftoj dekanin e Fakultetit të Shkencave Humane, profesor Dr. Ardian Lami dhe drejtuesin e departamenteve të fakultetit për të shpërndarë certifikatat e studentëve me rezultate të shkëlqyera në këtë fakultet. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në këtë ceremoni fantastike. Përshëndetje të gjithë të ftuarve, të gjithë profesorëve të nderuar, profesor rektorit të universitetit, zonjës ministre, rektorëve të universiteteve të ndryshme, prindërve dhe të dashurve studentë. Më lejoni të ndaj diçka të njohur tashmë në ju. Faktin që Fakulteti i Shkencave Humane për vetë natyrën e tij është një tempull inspirator i dijes, i kulturës, është një vatër e lirisë fjalës, e debatit shkencor, por pse jo, edhe kritikës së shëndetshme. Këto vlera, ky fakultet i trashëgon prej kohësh, jo vetëm një gjysmë shekulli përpara me hapjen e universitetit e ambasadës, por një shekull më para me hapjen e Normales, asaj shkolle që ne i dedikohemi dhe jemi këtu për të përçuar më tej vlerat e saj. Këto vlera të cilët ne kërkojmë të ndajmë mes nesh, por edhe t'i çojmë në tutje. Dhe kjo falë mbështetjes tuaj, suportit tuaj të pashtershëm. Ne jemi këtu për të mbështetur me të gjithë forcat, pa rezervë. Mundohuni që këto vlera që kemi këtu në Elbasan, në Fakultetin e Shkencave Humane, në këtë vatë të dije dhe kulture, t'i ndani me ne, por edhe t'i përçoni kudo që shkoni. Eci dhe keni të gjithë mbështetjen tonë dhe do të keni gjithmonë në kohë të kohëve. Prandaj, vlerësoni më shumë zgjedhjen tuaj, këtë vit dhe në vazhdim. Bëuni pjesë e shkencave humane. Ju falenderoj. Në vazhdim të ceremonisë ndajmë certifikatat e studentëve ekselent të fakultetit tonë. Aneta Rangji, studente e programit të studimit bachelor në gjuhë angleze. Dalëndyshe Gjaferi, studente e programit të studimit bachelor në gazetari. Brigelda Shabanaj, Mastri i shkencave në gjuhësi. Na jepni kohën e duhur. Dhurata Kaca, bachelor në gjuhë letërsi. Entela Skënderi, bachelor në gjuhë letërsi. Auriola Bezati, master i shkencave në gjuhësi.
Aurora Bezati, Elsa Lekli, Mastri në Shkencave në Gjunësi, Kristina Quhaj, Bachelor në Gjushqipte dhe Frënde, Arda Filja, Bachelor në Gjushqipte dhe Frënde, Elvira Petova, diplom në karakter profesional në sekretari. Alisa Liga, diplom në karakter profesional në sekretari. Ju falenderit të gjithëve, pak po sakt, shumë sakt. Suksesit të gjithë studentëve. Ftoj dekanin e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, profesor Dr. Sotir Mali dhe drejtuesit e departamenteve të fakultetit për të shpërndarë certifikatat e studentëve me rezultate të shkëlqyera në këtë fakultet. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti rektor, profesor Skënder Topi, e nderuara ministre e Arsimit dhe Sportit, profesoresh Evis Kushi, i nderuar kryetari Bashkisë së Elbasanit, zoti Ledan Llapja, të nderuar të diplomuar të Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit Aleksandër Xhuvani të Elbasanit, të nderuar anëtarë të dekanatët të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, anëtarë të Senatit Akademik, ndihmës akademik dhe ndihmës administrativ. Të nderuar prindër, të nderuar familjarë, të nderuar të ftuar, më lejoni që të shpreh kënaqësinë për mundësinë që më jepet për të përshëndetur sot në emër të Fakultetit të Shkencave të Natyrës në këtë ngjarje shumë të rëndësishme të diplomimit tuaj. Të nderuar të diplomuar, ju kurorëzohet me sukses të gjithë energjitë që harxohet bashkë me stafin akademik dhe familjarët tuaj për të rritur nivelin tuaj akademik dhe qytetar. Ju duhet jeni krenar që studiuat në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, i cili është një nga fakultetet kryesore themeluese të universitetit tonë. Sot Fakulteti i Shkencave të Natyrës vazhdon në moton e Universitetit Aleksandër Xhuvani të Elbasanit nga tradita drejt suksesit. Respekt dhe mirënjohje për stafin akademik të talishëm dhe ata që kontribuan ndër vite në këtë fakultet. Më lejoni, zoti rektor, ju falenderoj për mbështetjen e vazhdueshme që vazhdoni të jepni fakultetit që unë drejtoj. Ju falenderoj, zonja ministre, për mbështetjen që keni dhënë në programet e studimit me prioritet kombëtar. Të nderuar të diplomuar, më lejoni që si dekan i këtij fakulteti, po edhe si prind, t'ju uroj sukseset më teshme në karrierën tuaj akademike dhe ndërtofshi familje të shëndetshme dhe të lumtura. Ju falenderoj. Dhe tani vazhdojmë me ndarjen e certifikatave të vlerësimit për atë që në fakt ne quajmë të drejtë krenaria e fakultetit, për studentët tanë shkëlqyer.
Alketa Bujar Duraku, diplomuar në bachelor në biologji kimik. Aniza Sokol Qapja, diplomuar në bachelor në biologji kimik. Erinda Astrid Boduri, diplomuar në bachelor në matematik fizik. Dije Hysem Saliu, diplomuar në teknologji të informacionit. Albana Behar Pisha, diplomuar në master i shkencave në mbrojtje mjedise. Everesta Spiro Boni, diplomuar në master i shkencave në mbrojtje mjedise. Angela Përparim Biçaki, diplomuar në master i shkencave në matematikë e zbatuar. Argesta Gerondi Stërë, diplomuar në master i shkencave në matematikë e zbatuar. Imelda Bujar Hyka, diplomuar në master i shkencave në matematikë e zbatuar. Dhe Ervin Mark Gjeka, diplomuar në master i shkencave në matematikë e zbatuar. Ju uroj shumë suksese, shumë faleminderit gjithë. Suksesit të mëtejshme të gjithë studentëve. Ftoj dekanën e Fakultetit Ekonomik, profesor e asociuar doktor Imelda Sedini dhe drejtuesit e departamentet të fakultetit për të shpërndarë certifikatat e studentëve me rezultate të larta në këtë fakultet. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar të pranishëm në këtë sallë sot, profesor, prindër, kolegë, të ftuar, të dashur studentë. Fjalën time sot dëshiroj ta nis në një falënderim për të gjithë ju që na besuat edukimin dhe formimin tuaj. Falënderit që zgjodhët Fakultetin Ekonomik, falënderit që zgjodhët Universitetin e Elbasanit, qytetit dhe normalet. Zgjodhët ndjekin e kulturës dhe të arsimit për formimin tuaj profesional. Kjo vit sot është një e rëndësishme dhe të mbushur me emocione, jo vetëm për ju, por për të gjithë ne. Unë dhe kolegët e mi kemi nderin dhe kënaqësinë që bëmë pjesë në formimin tuaj profesional dhe ju koçëm drejt një të ardhme me një karrierë të sigurt. Dijet që ju keni marrë gjatë këtyre viteve, jam e bindur dhe besim plot që do t'i shërbejnë për të hedhur hapa të sigurt dhe për të shkëlqyer në karrierën tuaj profesionale. Përmbyllja e një cikli studimi shënon nisjen e një kapitulli të ri në jetën tuaj. Dhe unë, bashkë me gjithë stafin akademik të Fakultetit Ekonomik, urojmë që ky kapitull të jetë hyrja në historinë tuaj të suksesit. Kjo sot është dita juaj, ju ja dolët, nëpërmjet një rruge të mbushur plot sfida. Sot duhet jeni krenar që mbani në duar një diplomë me vlerë që do të jetë çelësi i suksesit tuaj në të ardhmen. Shumë urime dhe suksese për të ardhmen tuaj. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj studentët tanë me rezultate të shkëlqyera për të marrë certifikatën e falënderimit për arritjet e tyre akademike. Ejsa Bashkim Sekreti, Fahmira Islam Osmani, Eranda Bujar Topalu, Valbona Recep Hajdari, Ariela Loran Mani, Amarela Kutiru Buaco, Briseida Ferit Musa, Fabio Gafnen Podar,
Qazime Besim Strada, Filip Arben Terziu, Resita Luzin Doka, Angela Piron Dio, Sukseset e gjithëve! Me shumë kënaqësi, si studente e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, ftoj dekanin e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, profesor i asociuar Dr. Shkëlqim Hidri. Dhe drejtuesit e departamentit të fakultetit për të shpërndarë certifikatat e studentëve me rezultate të shkëlqyera në këtë fakultet. Përshëndetje gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë ceremoni madhështore të diplomimit. E nderuar zoti rektor, nderuar zonja ministre, të nderuar profesor të universiteteve shqiptare dhe universiteteve italiane, nderuar kryetari i bashkisë, i fundit ëmbëlsira lihet për fund. Një urim për të gjithë studentët e diplomuar, një urim special për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike. Jam krenar, jam para ju sot, për të përshëndetur këtë ceremoni diplomimi. Jam dhe shumë krenar, sepse kam listën më të gjatë të studentëve me rezultate të larta. Sot vërtet është dita juaj dhe ne kërkojmë të jeni pjesë e gëzimit tuaj. Ju sot përmbyllët një fazë të rrugtimit tuaj, por më besoni është një fazë e cila do pasohet në shumë faza të tjera. Dhe i bindur, se nëse do vazhdoni me këtë ritme të mbaruar fazën e parë, me siguri që do të arrini shumë lart. Kur them shumë lart, jo domosdoshmërisht lart Shqipërisë. Sa më lart, por brenda Shqipërisë përgjithësisht. Faleminderit dhe suksese! Për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, student me rezultate të shkëlqyera. Amandja Kurbarin Bullari, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Antela Qefa, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Angela Turaku, Inxhinierie Përgjithshme bachelor. Indisana Hima, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Eli Bunga, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Esmeralda Isufi, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Teodora Lamqia, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Francesco Aslani, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Kesi Mice, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Lea Karumi, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Kleda Prenjasi, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Marin Ballë, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Redona Alla, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Recep Buzani, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Sabiana Dreda, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Sandiola Gaçe, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Seki Abdullah, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme. Gjevrie Plaka, bachelor i Inxhinierie Përgjithshme.
Greta Akull, bachelor infermieri mami. Nertila Beliu, bachelor infermieri mami. Elisa Bashaku, bachelor në logopedi. Adela Gibraku, bachelor teknik laboratori. Klein Tarsher, bachelor teknik laboratori. Clementina Koroveshi, bachelor teknik laboratori. Erisenda Cenolli, bachelor imageri. Samanda Selimi, bachelor imageri. Angela Dymyshi, master i shkencave në infermeri. Brunella Asani, master i shkencave në infermeri. Jugerta Skënderi, master i shkencave në infermeri. Matilda Muzhaci, master i shkencave në infermeri. Joana Gjanaku, master i shkencave në infermeri. Paula Lara, master i shkencave në infermeri. Lulieta Kora, master i shkencave në infermeri. Paula Saro, master i shkencave në infermeri. Clara Milmini, master profesional në logopedi. Arjan Kampula, master i shkencave në infermeri. Ervis Sara, master i shkencave në infermeri. Sajda Bashkim Ziu, bachelor i infermeri e përgjithshme. Joana Lazellari, bachelor i infermeri e përgjithshme. Irena Doda, master i shkencave në infermeri. Gracela Pepa, master i shkencave në infermeri. Sara Lepja, master i shkencave në infermeri. Mimoza Kushta, bachelor i infermeri mami. Dhe Artemisa Bica, bachelor i infermeri mami. Përshëndetje të gjithëve, edhe ndjes për ndërprerje, por nuk mund të shoqërohet në një ditë të tillë, sa mos të edhe djalë. Së pari, desha të falenderoj shumë të gjithë pedagogët që kanë marrë pjesë në formimin tim, të gjithë pedagogët e Komitetit të Shkencave Bimësore Teknike. Ju falenderoj pafund dhe ju jam mirënjohëse. Së dyti, desha të falenderoj nga zemra jashtëpaste familjen time, e cila ka qenë mbështetja ime më e madhe. Dhe së treti, por jo garancia, mamas time Angel, nga të bëshën të kem pash, të se që